me herë tjera, ndërsa Jovovic i qëndron besnik peshë së zakonshme. Topi parë në duart e Isaiah Cousins që e kthente Kian Anderson. Anderson në bashkimin në këtë përballje vjen pas një tjetër derbi me një herë tentimi. Anderson nga gjysmë distanca pati hapësirë goxha të madhe për të tentuar dhe e shfrytëzon për të realizuar pikë të para të skuadrës prizrenase. Ndërsa tani edhe mbrojtje e mirë, pasimi ishte i gabuar i Agjosajt. Cousins. Zia Cousins shëna top edhe ai realisht pati hapësirën në dy raste Prishtinasit nuk i afrohen shumë në mbrojtje lojtarëve të Bashkimit me qëra erdhën në 4 pikë të para të portokallezinjëve. Teksa ka faul nga Isaiah Cousins në anën tjetër. Burns. Azemi tek Agjosaj, afërti është Zeqiri. Agjosaj nga ana e kundërt shkon deri në fund, nuk arriti të qëllon, por do t'jetë në vijën e quajtjes së lirë. Ka faul ndaj Dion Agjosajt. E shohim edhe një herë personajen. Teksa pikërisht atë që thash paraprakisht e thret trajneri Kakjuzis qendrën Kramer në dy raste u vënua në mbrojtje dhe e kritikoj. E pata prang këtu, tha më herët ndihmon në mbrojtje. Nuk qëllon në tentimin e dytë Agjosaj që e realizoi gjuajtjen e lirë të parë për pikën e parë. Sheni Kian Anderson bën slalom, realizon. Nuk ishte në elementin më të mirë kundër Dijonit, gjithsesi edhe në Mitrovic në duelin e javës së kaluar dhuroi spektakël kur ju desh më shumë të skuadrës, po e merrte përgjegjësinë. Në anën tjetër, Ariana Azemi po vazhdon me formë perfekte tek Prishtina. Juan me 13.5 pikë për ndeshje. Lake zgjedh të shkon deri në fund, nuk arriti të realizon pranë tij ishte Kramer. Azemi, Ariana Azemi, 5 pikë eksprese të Ariana Azemit për të barazuar gjithçka. Edhe Azemi Let realizon. Zeqiri tek Cousins. Zia Cousins, ka presionin Ariana Azemit. Cousins, Sulman Kramer, shkon deri në fund, e fiton personalen, por nuk arriti të realizon pikët. Ne shohim edhe një herë depërtimin e Zia Cousins. Shohim Kakjuzis teksa jep këshillat lojtarëve të tij, ndërsa Cousins realizon në tentimin e parë. Tit 6 në këto minutat e para. Bukur shkon aksioni i Prishtinës dhe plotësisht i vetmuar në kosh. Dion Agjosaj realizon për të barazuar edhe një rezultati në 8-8. Anderson. Palukaj. Edhe një herë Kian Anderson. I lirë në kosh është Lake që shkon deri në fund, realizon, dalet edhe me personale. E pa të vetmuar Kian Anderson, Dikuan Lake. Pas nga plani i dytë erdhë Agjosaj për të ndalur, por shkaktoi faul teksa realizoi Lake. Ketë edhe një gjuajtje të lirë.
E qëllon edhe gjuajtjen e lirë Dikuan Lake për 11-8. Altry tek Burns. Altry. Hajgjosaj deri në fund. I shkurtër në gjuajtje. Në anën tjetër, Anderson gjuan për 3, nuk është i sakt. Burns, nga gjysmë distanca, nuk qëllon, por të vëmenshëm Prishtinasit. Edhe njerë Burns, as kësaj radhe nuk është i sakt. Mbetet 11-8. Zia Cousins vet. Shkon deri në fund, por ndalet ky debërtim i tij. Topi do të vazhdojnë takun e skuadrës së Bashkimit. Është Anderson ai që ta rikthen topin në lojë. Bukur tek Jan Palokaj, edhe një herë hutuar mbrojtja e skuadrës së Sigal Prishtinës, me një reagon trajneri Kakuzis, Kakruki do t'jetë në lojë, si dhe Bailey. Në anën tjetër nuk ka pik. Anderson. Cousins. Zia Cousins. Deri në fund, Cousins realizon. 15-8, tashmë një tjetër shkëputje e skuadrës së Bashkimit në rezultat. Më të vëmendshëm në sulm, Azemi. Mbrojtje e mirë, edhe një herë e Prizrenasve, hum topin Arjan Azemi, duke që ka prekur vet i fundit me këmpo. Ndërsa është qartur këtu tek banka trajneri Kakuzis me Kramer. Lake, Anderson. Anderson e ndal driblimin, shkon ai top tek Palokaj. Jan Palokaj ka 3 sekunda gjuan, Jan Palokaj nuk qëllon. Lejson Zëqiri e merr ato e kthen tek Cousins, e ka presionin e Arjan Azemi, duke që këtë detyrë do ta ketë sonte Arjan Azemi për pas sulmeve, edhe presion në mbrojtje ndaj Zia Cousins, i cili pasoj gabim. Cousins tek Bashkimi po luan mesatare prej 18 pikëve, 7 pikë, 5 kërcimeve, 3 asistimeve për ndeshje pas 3 gjirove të zhvilluara. Altry tek Bailey. Burns. Altry i lirë, nga gjysmë distanca realizon për 15-10. Kur ka ngaluar 5 minutat e para të përballjes. Anderson. Cousins. Zëqiri, Anderson. Lejson Zëqiri gjuan për 3, nuk është i sakt, topi në duart e Lake, që në kosh shkon deri në fund për të realizuar 17-10. Altry. Kthen topin tek Burns. Është në presionin e mbrojtje tek skuadra e Bashkimit, topin në duart nga skuadra e Bashkimit. Azemi e hum topin, Lake. Anderson. Pa faul nga Burns, e ndaj kundër sulmin për të mos lejuar pikë të lehta. Burns. 17-10 personalja e parë e Burns, ndërsa Gjosaj ka 2 tek skuadra e Sigal Prishtinës. Lake. Deri në fund shkon Lake.
nuk qëlloj teksa Anderson shkakton faul. Kemi zëvendësim tek Bashkimi. Bunjaku në loj. Se dhe Bailey ulen Zeqiri dhe Kian Anderson. Autry. Burns. Edhe njerë Autry. Bukur Autry, lëvizje fantastike, gjuan për 3 pik. Lehtë e eviton mbrojtjen. Autry për qëlluar trishën. Anderson në falni, është Bunjaku tek Lake, bukur edhe njerë. Ai top tek Cousins, i cili nuk arrin qëllon për 3 pik. Paksa nuk e vjedha top Cousins, aksioni bukur i Prishtinës. Valmir Kakruki realizon shpejt përgjigjet Prishtina, ashtu si që ndodhi edhe në start, me ato 5 pikët e Ariana Zemit. Tani vinë 5 pikë radhazi për 17-15 që kryet e vërsia prej 7 pikëve. Cousins tek Lake deri në fund. Nuk ka pik, por do tjetë në vjene quajtje se lirë. Në shojmë edhe njerë personalja e dytë e Burns. Nuk qëllon Dikuan Lake as nga vija e quajtje se lirë. Këtë dhe një tjetër mundësi. Në të dytën është i sakt, teksa do të ullet për të përshuar në lojë TJ Bickerstaff. Me të vërtet ishte fantastik në duelin e fundit kundër Trepçës. TJ Bickerstaff pati paraqitje shumë më të mirë se sa Dikuan Lake, lideri skuadrës Portokale Zinjeve. Azemi afër tij është Jan Palukaj. E shpëton në top, mban brenda vijave. Autry nuk shkon ai top. Mbrojtje fantastike e Valon Bunjaku, top i vjedhur. Bunjaku tek Bailey. Bickerstaff faul para se të tenton ndal aty. Autry normalisht është mismatch në kosh, teksa 2 lira për TJ Bickerstaff, tashmë në bonus është skuadra e Sigal Prishtinës. Nuk qëllon as Bickerstaff në tentimin e tij të parë, ku qashtu si që edhe Lake paraprakisht. Në të dytën është i sakt. 19-15, shkëputje e lehtë e Portokale Zinjeve. Autry te Kakruki, shënë mbrojtje në Bailey. Top i vjedhur lehtë e në anën tjetër Isaiah Cousins deri në fund. Edhe një herë i sakt, pika e 8 e Cousins. 21-15. Autry deri në fund shkon vetë zgjedh ta përfundon aksionin. Por të mos i komplikuar gjërat, Bunjaku tek Bailey. Cousins. Bailey. Topi humbur tashmë nga Bailey. Ariana Zemi. Bukur asiston. Adrio Bailey në anën tjetër realizon tek bardh e kaltrit për të shkrirë në 2 edhe një herë rezultatin. Bukur ai top nga Palukaj për Bickerstaff.
kemi zënësim tek Prishtina, Lekndreaj do t'jetë në loj. Teksa edhe tek Bashkimi Anderson kthehet, ka zënsullet për pushuar. Autry. Shumë minuta e fundit dhe Qereku të parë. Lamp Autry. Paraprakisht dhe bërtoj. Edhe njerë e gjenë mënyrën, shkon vetë dhe në fund. Por nuk ishte i saktë kësaj radhe. Anderson, Bailey, Bunjaku. Valon Bunjaku. E pa të lëvizjen e Valon Bunjakut. Rëshqiti ka Kruki e shohim, por nuk arrit të përfundon dalet me personale. Valon Bunjaku që është në vjenin gjuajtje së litë. Nuk qëllon nga vija e gjuajtje së lirë, mbejtet 21-19. Edhe më tej pa pik Bunjaku. Në të dytën është i sakt. 22-19, 19 sekonda. Deri në përfundim të 10 minutës të parë. Ariana Azimi tek Adria Bailey. Ka faul. Jan Paloka i shkakton faul. Gjashtik 5 sekonda dhe në përfundim të Qerekut të parë dhe shoj madë të arinë si galë Prishtina të i shfrytëzojnë të sekonda për të realizuar dhe shkrirt e bërsin. Autry do të gjuan për 3, nuk është i sakt. Përfundojnë Qereku i parë 22-19, kryesisht i kontrolluar nga skuadra e Bashkimit, që në vazhdimsi po shkëputej në rezultat. Sa shoj ma të ketë përgjigje Prishtina, tashmë goxha i nervozuar ishte trajneri Kakiuzis gjatë pushimit mes të Qerekve. Shkon topi tek Bailey, është në mismatch me Ariana Azimin, me njerë vjen ndihma nga Kakruki, por ka faul. Do t'janë 2 të lira për Jeremiah Bailey, që e qëllon të parën, pika e parë ti, deri më tani ka kontribuar me vetëm një top të vjedhur, një të humbur, Bailey, ndërsa gjuajtje të lira i qëllon që të dyja për 24-19. Autry tek Azimi. Vjen drejtimi për treshe nga Daniel Lekndreaj, nuk është i sakt. Valmir Kakruki e merr kërcimin në sulm për ta përmirësuar 24-21. Bunjaku tek Lejsan Zeqiri. Valon Bunjaku. Bukur e këtën topin tek Zeqiri. Anderson, afër tij është Ariana Azimi. Kian Anderson do të gjuan për 3 pik. Kian Anderson, i cili e pati presionin në mbrojtje nga Ariana Azimi. U nervozua paksa dhe qëlloj për 3. Kakruki, edhe një luan 1-1. Valmir Kakruki nuk qëllon. Kian Anderson e kontrollon këtë kundër sulm me përvoj. Shkon deri në fund, realizon 5 pik ekspresi nga Kian Anderson, 29-21. Gritet Poloshka dhe Burns.
për të futur në loj. Vjen tentimi për 3 pikë nga Autri që realizon e ndalet edhe me personale nga Anderson. Fantastik sot Autri. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë tashmë 10 pikë të tij. Kjo është treshja e dytë sonte. Ulet Azemi në loj për herë të parë sonte Don Pollushka. E qëllon gjuajtjen e lirë. Autri Burns në loj në vend të tij. Anderson tek Zeqiri. Bunjaku. Gjuan për 3. Valon Bunjaku, nuk arriti të qëllon. Legndreja i me i lartë në kërcim. Teksa, e ndalë kundër sulmin kësaj radhe lejson Zeqiri. Pollushka e këtë ndovin të Burns. Ka bartura top, gabim në udhëheqje, top i humbur. Nuk e pranon asisi trajneri Kakuzis. Anderson tek Zeqiri, kontrollon mira top, pavarësisht presionit të Bailey. Lake, Anderson i ndjekur nga Don Pollushka, bukur tek Lake. Alley-oop që përfundon me pikën e 8 nga Diquan Lake. Sonte shumë më i mirë se sa në duelin ndaj Trepçës. Legndreaj, Daniel Legndreaj bukur shkon deri në fund, kapiteni i Sigal Prishtinës. Anderson do gjuan për 3 pikë. Kian Anderson në disponim për lojë sonte. 12 pikë të tij, treshja e dytë. Bailey për të përgjigjur, nuk është i saktë, teksa Anderson e ka prekur i fundit. Do t'ullet pikërisht Kian Anderson për të pushuar. Isaiah Cousins kthehet. Legndreaj ta rikthen topin në lojë tek Bailey. Kramer. Burns e ka presionin e Valon Bunjakut. Don Pollushka për 3 pikë. Ishin 3 sekunda. Nuk arriti të qëllon. Pollushka, vetë 34-27. Bailey që ka pranë Pollushkën. Bailey që shkon vetë deri në fund, realizon Jeremiah Bailey me pikën e 4 të tij, 36-27. Është edhe përsia më e thellë e skuadrës së Bashkimit sonte, kur janë edhe 6 minuta e 5 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Ndalet Legndreja i bukur tek Bailey. Ndalet me personale nga Diquan Lake. Tentoj që me ngulitje ta përfundon aksionin. Në shojmë por ndalet me faul. Personalja e dytë e Diquan Lake. 2 personale i ka dhe Kian Anderson tek Bashkimi. Eme nga 2 tashmë të Prishtina. Vazhdojnë në fakt të janë Burns dhe Hajosaj.
Adrio Bailey në vjen e gjuajtjes lirë që lënë tendimin e tij të parë. Pika e tretë e Baileyt. Në të dytën nuk është i sakt. Bailey. Përballë Baileyt si gal Prishtinës, faul nga Daniel Lekndreaj. Ka pasur kapje. Ashtu siç sinjalizon gjyqtari Vitaku. Ky është momenti kapjes Lekndreajt. Bunjaku tek Cousins ndalet në gjysmë distancë. Nuk arriti të realizon Lejson Zeqiri, e merr atok, nuk qëllon, por është aty Dikuan Lake që me ngulitja aksionin e përfundon. Lojtari i dytë të bashkimit me pikë 2 shifrore, pika e 10, ndërsa i ka marrë edhe 4 kërcime, 38-28 hira e parë që krijohet të përsi 2 shifrore sonte. Bailey gjuan për 3, airball i tij, topi direkt në duart e Jeremiah Bailey të bashkimit. Isaiah Cousins. Tjetër faul. Ngrit duart të Burns. Kemi time out të kërkuar nga trajneri Kakiusis. Janë 5 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Nuk është i lumtur me performancën deri më tani. Kakiusis, kur 38-28 është rezultati në këtë qerek të dytë, 14-9. Është rezultati në të mirë të skuadrës së bashkimit, që gradualisht, në fakt, më falni, është 16-9, gradualisht po shkëputën rezultat Prizrenasit të udhëhequr nga Kian Anderson dhe Dikuan Lake sonte, që të dy definitivisht në disponim mjaft të mirë janë për lojë. Në anën tjetër tek Sigal Prishtina, 11 pikë nga Autri, i cili mund të them lojë të mirë tregoi deri në këto qaste, por nuk u ndihmua nga bashkëlojtarët. Nuk peshojmë atë Prishtinë që kemi parë në 3 ndeshjet e para në kuadër të Prokredit Superligës. E normalisht punë më të vështirë kanë sonte ndaj bashkimit. Gjithsesi, janë 5 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Ka ende shumë lojë dhe gjithçka mund të ndryshon. Shihni mbrojtjen e mirë të Burns. Sa një moment i mirë e ruajti nga rrëzimi Lejson Zeqiri, pa përshëndetjen sportive të dy lojtarëve. Pavarësisht rivalitetit. Burns. MT Burns. Toloshka. Burns. Lekndreaj të gjuan për 3. Nuk arrin të realizon Kramer në kosh. Nuk qëllon nga ajo afërsi. Lejson Zeqiri tek Valion Bunjaku. Nuk qëllon. Lek nuk arriti të marrë top. Kthehet edhe njerë topi nga Bailey tek Bunjaku, e shkurtër gjuajtja. Nuk qëllojnë Prizrenasit, teksa vjen tentimi për treshe, as Don Poloshka nuk qëllon. Merë atop Jeremiah Bailey. Ndalë gjithë qka Valion Bunjaku.
Cousins, bukur tek Lejson Zeqiri që nuk qëllon nga afërsia. Zeqiri, Beli u vënuaj pasim tek Jeremiah. Beli do gjuan për 3 pik. Nuk është i sakt. Mendoj që nuk duhet jetë i kënaqur trajneri Jovovic me këtë momentum të bashkimit. Bie koncentrimit tek Portokalli Zinjët me disa sulme radhazi. Deri më tani shumë më mire kontrolluan ndeshjen. Në anën tjetër Prishtina nuk po arrin të shfrytëzon këtë. Për të shkrirë rezultatin, në shojmë një zëvendësim mjaft interesant. Do të luan trajneri Kakjuzës me një peshë më të shkurtër. Kramer ullët në lojë në vend të tij Ariana Zemi. Tashmë po luan me 3 organizator. Trajneri Kakjuzës nuk shëllon Daniel Ngdreaj nga vija e gjuajtjes së lirë. Ndërsa e shojmë nuk është i lumtur normalisht trajneri Kakjuzës. As në të dyta nuk është i sakt. Valion Bunjaku e kontrollon atë. Bunjaku. Bukur tek Zeqiri që shkojnë deri në fund. Lejson Zeqiri realizon për të ngritur edhe më tepër avantazhin e Portokalli Zinjëve. Nuk arriti Prishtina të i shfrytëzon ato sulme që nuk po realizonin Portokalli Zinjët. Don Polloshka, Lekndreaj, Bejli bukur në nkosh. Shkon deri në fund, realizon për 20-30. Bickerstaff deri në fund realizon. Daljet edhe me personale, do tjetë edhe në vjen e quajtjes së lirë. TJ Bickerstaff. E shojim debërtimin e tij deri në fund. Ulen Bunjaku dhe Bejli tek bashkimi. Ulet edhe Polloshka tek Prishtina. Autri kthehet teksa Jan Palukaj dhe Kian Anderson janë në fushë tek Portokalli Zinjët. 2:50 deri në përfundim të pjesës së parë. Ka mundësinë që të ngritë edhe më tepër avantazhin Bickerstaff. E bën këtë për të krijuar edhe përsinë më thellë të bashkimit sonde prej 13 pikëve. 43-30. Burns. Rojke mire, Isaiah Cousins. Tjetër top i humbur, Isaiah Cousins. Deri në fund, time out kërkon trajneri Kakjuzës. Plus 15 bashkimi në derbin e Xhiros së 4, derbin e 2 skuadrave të pamposhtura në Super League pas 3 xhirove. Po e kontrollon lehtë edhe këtë përballje bashkimi. Do ta shohim a do të gjejmë përgjigje. Si kal Prishtina që nuk din për humbje këtë edicion, as në Super League, as në NBL. 6 ndeshje, 6 fitore nga krye qytetasit, por sonte kur janë edhe 2 minuta e 30 sekunda deri në fund të pjesës së parë, gjërat po ecin mirë për bashkimin. Rikthehemi pas time-outit.
shojmë aty Darim Prishtina të përgjigje tani. Shojmë bashkimin me presion në mbrojtje në gjithë fushën. Gjithsesi, kalojnë lehtë krejt shtetasit kësaj radhe. Autry. Ariana Azemi. Ekur nga Anderson. Ariana Azemi. Bukur shkon vetë deri në fund. E fiton dueli 1-1 me Kian Anderson. Pika e 7 e Ariana Azemi i kishte realizuar vetëm ato 5 pikë në fillim. Duke mos huqur asnjëherë, vazhdon të jetë i pagabueshëm teksa Ariana Azemi shkakton faul ndaj Kian Anderson, që është në vijën e quajtjes lirë. Tashmë në bonus të dyja skuadrat, realizon Anderson. Pika e 13 e tij. Tashmë 3 lojtarë të bashkimit me pikë shifrore, po Anderson nga 10 i kanë shtuar edhe Cousins e Lake. Edhe në të dytën është i saktë. Do të kthehet Kramer në lojë, ulet DeAndre Burns. 47-32. Autry. Azemi. Ariana Azemi. Tan topin tek Lek Ndreja nga një largësi e madhe, nuk pati zgjidhje tjetër. 2.3 sekonda ishin deri në përfundim të aksionit, teksa marrin topin Prizrenasit, nisën sul me Valon Bunjakun. Simi gabuar i Bunjakut, gjithsesi topi humbur edhe nga Ariana Azemi. Shpejt Bunjaku shkon deri në fund, nuk realizoi. Topi kthehet tek Lejson Zeqiri. Jan Palokaj ndalin sulmin. Edhe një tjetër pasimi gabuar e pati Lejson Zeqirin të lirë. Mbrojtje e mirë e krye qytetasve. Lek Ndreja i ndaj gjithçka, e kthen topin tek Azemi. Edhe një herë Azemi deri në fund. Ariana Azemi nuk qëllon. Kramer është aty në kosh për ta përmirësuar, e lanë të lirë 7 lartin e krye qytetasve Prizrenasit. Me një herë kërkon time-out trajneri Igor Jovovic. 51 sekonda, 27-34. Rikthehemi pas time-outit. Tashmë si ka Prishtina me presion në mbrojtje, gjithsesi topi shkon tek Jan Palokaj që ndaj gjithçka. Cousins do të gjuan në sekondat e fundit të aksionit. Isaiah Cousins, 12 pikë të tij, 6-5 në tentimet për dyshe. Kramer tek Bailey. Bailey e kërkoi kontaktin aty me Bickerstaff, ka faul.
mjaft I nervozuar Jovovic. Kërkon shpjegim Jovovic. Pretendojnë që nuk ishte personale. Ndërsa muri me njerë vrejtje për këtë reagim trajneri I skuadrës Bashkimit. Billy qëllon tentimin e tij të parë për të e shkrir avantazhin 9 sekonda e 200 do të ketë Bashkimi në dispozicion vazhdim dhe në përfundim të pjesës së parë. Qëllon e paraprakisht trajneri Igor Jovovic kërkon time-out çast për të përgatitur një skem për të realizuar Prizrenasit. Gjithsesi do shohim sa do të arrijnë ekipi Prizrenas të shkojnë në pushim me përsi edhe më të thellë. Pra 9 sekunda 200 janë deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas time-outit. Anderson e kthen topin tek Isaiah Cousins, niset Cousins. Topi tek Jan Palukaj, do të gjuan Jan Palukaj. Realizon 51-36, arrin Bashkimi të shfrytëzon edhe sulmin e fundit. Një pjesë e parë plotësisht e kontrolluar nga Portokallëzinjët me pikë dyshifrore, teksa u ndihmua paksa edhe nga Belli me 7 pikë e Arjan Azemi që I pati 7. Starton pjesa e dytë, shojma do të arrijë Prishtina të tregon diçka më tepër. Skuadra e pampushtur në të gjitha garat edhe në Progredit Super League edhe në IMBL 6 fitore radhazi për kryeqytetasit bën zgjuajtje nga gjysmë distanca, kërkoi kontaktin aty me Isaiah Cousins, nuk arriti të realizon e në kundër sul. Gabon në hapa Cousins. Kërkoi faul gjithsesi. Mbrojtje e mirë e kryeqytetasëve nuk I lejuan kësaj radhe pikë të lehta Amerikanit Cousins. Autry. Belli edhe njerë tek Autry. Bukur tek Kakruki që shkon deri në fund. Valmir Kakruki. Pika e 6 e ti për 51-38. Anderson. Kian Anderson me njerë tek Lejke, ka të lirë në korner. Isaiah Cousins gjuan për 3 pikë. Realizon Isaiah Cousins që mbeti I vetmuar në korner, pika e 15 e ti. Autry tek Kakruki. Belli përgjigjet me njëherë me treshe. 54-21. Paluka e kthen topin edhe njerë të Kian Anderson. Anderson është I dyvishuar. Topin Lejson Zeqiri. Nuk tregohet I vëmendshëm. Teksa shinin mbrojtjen e Isaiah Cousins. E vjedha top, shkon deri në fund për paksa nuk huq, por vin pikët e radhës.
Pas treshës qëllon edhe një dyshe. 17 pikë nga Isaiah Cousins. Mbrojtja me të vërtet ishte fenomenale e tij. Në anën tjetër Bailey edhe një herë i vetmuar edhe kësaj radhe. Adrio Bailey 2 treshe ekspresit të tij, 2 herë nga kornerët. Kur ai top tackle, Lake që bllokohet. Nga Adrio Bailey, fantastik edhe në mbrojtje. E shohim edhe njerë blokadën e tij. Topi vazhdojnë takon skuadrës së Bashkimit. Palokaj. Jan Palokaj e kthen edhe njerë tek Tikuan Lake, tentoi me ngulitje të e përfundon aksionin, por nuk shkoi ajo që e planifikoi. E shohim edhe njerë, ndalet me faul. Goxha të nervozuar diskutuan lojtarët, krahasisht Lake dhe Burns, e qetësojnë situatën gjyqtarët, gjithçka është në rregull, teksa Tikuan Lake nuk qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë në tentimin e parë. Është i saktë në të dytën, është 7-24. Autry. Kakruki. Pasimi i fort i Valmir Kakrukit. Mirë mendoj, por nuk e realizoi ashtu siç e planifikoi Kakruki. Anderson. Kian Anderson para ti Burns. Kohet Cousins, shkon ai top. Isaiah Cousins. Bukur tek Lake që shkon deri në fund edhe njerë. Tikuan Lake i sakt. 59-24. Po vazhdon të ruaj avantazhin Bashkimi, teksa vjen blokada ndaj Azemit, por nga plani i dytë i vëmendshëm Valmir Kakruki për ta përmirësuar Cousins. Lake vendovin në korner tek Kian Anderson, por u vendos Arjan Azemi në mbrojtje. Arriti të fiton atë faul në sul. Kemi zëvendësim tek Portokalli Zinjët. Në lojë Bickerstaff në vend të Tikuan Lake. Pa faul. Ky është momenti personales së Jan Palokajt. Deri në fund shkon Bailey, por nuk arrit të realizojnë, marrin topin prizrenasit Isaiah Cousins, e kthen topin tek Jan Palokaj. Anderson, edhe njerë Palokaj, Bickerstaff. Dy vishohet, shkon deri në fund TJ Bickerstaff, edhe njerë nga banka për të realizuar 6 pikë të tij. Vetëm një herë ka tentuar para këtij rasti, teksa shohim edhe një herë Adrio Bailey janë nga plani i dytë për të realizuar 15 pikë të tij. Pa presionin Lejson Zeqiri që sësi e ruan në top. Bickerstaff zgjedh të shkon vetë deri në fund. Faul jo sportiv nga Valmir Kakruki. Nervozohet Kakuzis. Do ta shohim edhe një herë depërtimin e
Bickerstaff e pa nevojshme kjo nga Valmir Kakruki. Tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë TJ Bickerstaff që paraprakisht i realizoi 2 nga 3 tentimet që i kishte, 4 pikë të tij. M'falni 6, nuk është i saktë në tentimin e parë. Në të dytën është i saktë, 62 me 48. Paljokaj tek Zeqiri. Anderson. Paljokaj bukur e sheh në anën tjetër, lejson Zeqirin. Nuk ka treshe. Autry më i larti në kërcim. Autry. Tek Bailey. Mbrojtje e mirë e Prizrenasve, nuk shkon ai pasim tek Kakruki. TJ Bickerstaff tashmë në pozitën e organizatorit dhe në anën tjetër e qaja top. Lejson Zeqiri, asë radhe nuk është i sakt, lufton Bickerstaff për ato, por përfundon topin në duart e Autrit. Azemi, Autry, bukur tek Kakruki, deri në fund nuk arriti të realizon edhe njerë Bailey, por nuk e kontrolloi ato teksa kemi kundërsojnë TJ Bickerstaff, edhe njerë i sakt, 64 me 48. 9 pikë të ti në 9 minuta luj. Ariana Azemi bukur, deri në fund shkon për të qëlluar 64-50. Zeqiri tek Paljokaj. Jan Paljokaj bukur tek Bickerstaff, po i shfrytëzon perfekt asistimet. 11 pikë të ti. 66 me 50. Po vazhdon bashkimi, plotësisht e kontrollon këtë ndeshje. Azemi. Ariana Azemi edhe një herë me deportim. Fantastik playmakeri. Por Ebërësia po vazhdon tjetë në anën e portokallë zenjeve, të cilët nuk po e lejojnë rikthimin në lojë të kryeqytetase. Bailey tek Bickerstaff. Bickerstaff shka një top tek Jeremiah Bailey. Sa Adrio Bailey është ai që ka luajtur i fundit. Bunjaku tek Paljokaj. Ka kontaktin. Në njerë dyvishim Paljokaj. Bunjaku, Cousins. Aizia Cousins. Gjuan nuk arriti të realizon. Topi në duart e Ariana Azemit. Kakruki. Faul i Paljokajt. Nervozohet Jan Paljokaj, merr vrejtjen nga gjyqtari nga Nim Shabani. Azemi. Ariana Azemi e shfrytëzon shpejtësinë për balë. Bickerstaff nuk arriti të qëllon, por do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Ariana Azemi që bëluan tashmë me 11 pikë. Ishte momenti personale së Bickerstaff. Për herë të para Azemi është në gjuajtjes së lira e qëllon tentimin e parë. është i sakt edhe në të dytën.
për 66, 54, 3 minuta deri në përfundim të çerekut të tretë. Cousins tek Palokaj. Jan Palokaj. Gjuan për 3, realizon Jan Palokaj. Merë përgjësin, loj 1-1 në këto momente. Palokaj. Azemi, Avërti Bunjaku, bukur e këthen atop te Kakruki, deri në fund Valmir Kakruki, edhe njeri sakt, 10 pikë nga Valmir Kakruki, 7-5 është nga loja, 69-56, Aizia Cousins deri në fund, edhe një herë, i sakt, Aizia Cousins shumë problem të ndalet, 19 pikë të ti, 11-8 është nga loja. Burns gjuan për 3, realizon. Do t'jetë edhe në vijen e gjuajtjes së lirë, teksa Burns ndërshkohet me teknike e patën një konflikt Burns dhe Cousins që nise më herët, teksa Cousins gjatë mbrojtjes ishte duke I folur, pasi po I shikoja edhe gjyqtarët se çka diskutuan, ishte duke I folur gjatë mbrojtjes, teksa në momentin kur shënoi për 3 pikë dhe u faulua Burns, eksplodoi për të përgjigjur. Ndalet për një moment zëvendësimi. Gjuajtjen e lirë të të gjuan Jan Palokaj. E huq. Tashmë kryet zëvendësimi. Kakruki ullet, Haxhosaj kthehet në loj. Teksa Burns do t'jetë në vijen e gjuajtjes së lirë pas asaj treshe që e realizoi DeAndre Burns. Një qerek I tretë më mirë I kontrolluar I skuadrës Sigal Prishtinës, realizon Burns do t'ullet në lojë, kthehet Daniel Ngdreaj. 71 me 60 shkrihet e përsia në 11, kur janë edhe 1 minutë e 54 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Bunjaku tek Bailey, ndërsa ndalet Bickerstaff me personale nga Ngdreaj. Topi do t'jetë anash, personalja e 4 ekipore Sigal Prishtinës. Bunjaku bukur tek Bickerstaff. Kësaj radhe nuk qëllon, por ka faul nga Dion Haxhosaj, personalja e 3 e tij. Tira për Bickerstaff, 4-4 nga loja, është deri në këto momente, qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë, 6-4 nga vija e gjuajtjes së lirë, 72-60, nuk është I saktë në të dytën, mbetet plus 12 bashkimi. Azemi, Bailey, tek Haxhosaj, edhe një mbrojtje e mirë e Cousins, por ka faul nga Jeremiah Bailey.
do të kemi zëvendësim të bashkimi. Ky është momenti i personalës së Bailit ndaj Hajxhosajt. Anderson e Zëqiri. Portokalli zënjët Uljan Paljokaj dhe Azia Kazëns. Në vjeni gjuajtjes së lirë është Diana Gjosaj. Si tash në bashkimi është në bonus. Nuk qëllon Diana Gjosaj në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë, 50% saktësi edhe më parë ishte 2-1. Shojma utaruan këtë. Jo, nuk qëllon në dytën. Teksa nuk arrin të marrin atë top. Portokalli zënjët, duke që Bickerstaff ka luajtur i fundit. Do ta shohim edhe një herë. Vazhdon t'i takon topi skuadrës së Sigal Prishtinës. Arian Azemi, afërti Anderson. Azemi e gjen depërtimin. Arian Azemi realizon. Ndalet edhe me personale, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Mundësi që të shkrihet tepërsia në një shifrore. Një qerek i tretë. Shumë më i mirë i Sigal Prishtinës për dallim me pjesën e parë. Azemi realizon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. 72-63, 1-16 deri në përfundim të çerekut të tretë. Rikthehet gradualisht Prishtina. Bunjaku sa bukur. TJ Bickerstaff ja kthen atë top. I gjithë aksioni ishte perfekt. I vendasve. 74-63. Autry. Azemi për 3 pik. Arian Azemi. Edhe një herë i sakt. Në flak në këto momente Arian Azemi. E mban plotësisht në lojë Sigal Prishtinën. Bickerstaff, afërti është Hajxhosaj. Do të vishohet. Bickerstaff. Brojtja fenomenale e dyshës vendore Hajxhosaj e Lek Ndrejaj. Marin vrejtje edhe banka e Sigal Prishtinës. Pas këtij reagimi, topi do të vazhdojnë takon bashkimit 6 sekunda. Pa faul nga Arian Azemi. Kian Anderson është në vijën e gjuajtjes së lirë. Realizon Anderson për të rikthyer përsëri në plus 10. 76-66. Topi në duar të njeriu të momentit. Ka faul në sulm nga Diana Gjosaj. Me të vërtet fantastik Arian Azemi. 19 pikë të tij. 2-2 për treshe. 3-3 nga vija e gjuajtjes së lirë. 7-5 në tentime për dyshe. Pothuaj i pagabueshëm. 3 topa të vjedhur e 2 asistime. Anderson. Sekondat e fundit të çerekut të tretë. Anderson. Ka presionin, topi tek Valion Bunjaku. Në sekondat e fundit nga ana e kundërt. Valion Bunjaku
realizon teknike për trajnerin Kakjuzis. Bonka gjithashtu me teknike, 2 teknike eksprese për kryeqytetasit. Super të nervozuar, reagoj trajneri, reagoj Bonka, ndërsa me njëherë ndëshkohen me teknike. Gjithsesi përfundojnë 30 minutat të ndeshjes me përsim prej 12 pikëve të Bashkimit e PAM Prishtinën të rikthehet në lojë me realizimet e Ariana Azemit. Fenomenal shpërtheu Azemi në këtë çerek të tretë, në tërësi 19 pikë të tij, por Portokallë Zenjët e ruajtën e përsin 2 shifrore pas 30 minutave. 78-66. Shkojmë edhe ne me pak pushim për të rikthyer me 10 minutëshin e fundit. Ndërshkua me teknike, por ju vetëm ai, pasi edhe Bonka reagoj, 2 teknike për kryeqytetasit. Nuk e qëllon quajtjen e lirë. Kian Anderson. Realizon Anderson në tentimin e dytë, po vazhdon diskutimi, jam duke shkuar këtu pranë diskutimi trajneri Kakjuzis me gjyqtarin nga Adhim Shabani. Super i nervozuar Kakjuzis. Startojnë edhe 10 minutat e fundit, 79-66. Kazës është thyer në fush nga ana e kundërt në mesin e 3 lojtarëve. Pikët do të pranohen. Da shojmë edhe një herë. E ka prekur harkun Adrio Bailey. Vjen tentimi i Ariana Azemit. 3-3 për Treshe. Ariana Azemi fenomenal. Edhe më tej po vazhdon të mban Prishtinën. Me shpresë Ariana Azemi me realizimet e tij. Ka faull. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë. Atëherë, pas rishikimit dhe diskutimit gjyqtarëve, nuk pati faull jo sportiv, ishte faull i thjeshtë. Bailey rikëtan tupin në lojë të Kagjusaj. Kërkohet Ariana Azemi që pëndiqet nga Valon Bunjaku. Faull i Valon Bunjakut. E shojme edhe një herë.
Normalisht tashmë do të aplikojnë, mbrojtje shumë e fortë ndaj Ariana Azemit që shpërtheu. Një 69, Autry. Azemi loj me këm nga Bunjaku. Nuk lejon këtë dëbërtim të Azemit. Autry. Bailey për 3 pikë realizon Adria Bailey. Edhe një shkrihet tepërsia dyshifrore e bashkimit Cousins. Nuk shkon depërtimi, me njëherë vjen dy fishimi. 81-72, 9 minuta loj, a do të arinë si gajt Prishtina. Të rikthehet edhe më tepër. Bugrajtop tek Zëqiri që ndaljet me personale. Do tjetë e pesta e Diona Gjosajt për cilin përfundon ndeshja. Duhet ullet Hajt Gjosajt që ka kontribuar me 3 pikë sonte, ka Kruki kthehet në loj. Nuk qëllon Lejson Zëqiri në tentimin e parë nga vija gjuajtjes së lidh. Në të dytën është i sakt. Autry. E kthen tek Azemi. Ariana Azemi. Është i dyfishuar e gjem Bailey. Lëvizje e mirë, Bailey deri në fund. Edhe njeri sakt. 82-74. Cousins. Zia Cousins. Pikër Stefen mbrojtje e mirë, edhe njëherë. E kryeqytetase me njëherë po shkon aty dy fishimi nga Lekëndreaj. Gjithsesi nuk arritën të mbajnë topin në brenda vijave. Topi do të vazhdojnë të takon bashkimit. 4 sekunda. Anderson realizon. Edhe një shikim bankës jalëshon. Kian Anderson goxha ndeshje me tension. Është kjo sonte, po i shohim në të dyja anët lojtarët që po i shikojnë njëri tjetrin, ndërsa kemi edhe njerë dyshën e gjyqtarëve, lusim regjin që ta kemi kohën. U rishikua edhe një rasti nga dysha e gjyqtarëve, vetëm u kontrollua në fakt koha se sa sekunda kishin mbetur. 8.19 është koha e sakt. Deri në përfundim të kësaj përballje, një treshe në momentin e duhur edhe një herë nga Kian Anderson, edhe ndaj Trepçës kur i duhej pikërisht skuadrës, po dilte në skenë. 20.6 asistime nga Kian Anderson sonte. Topi vjedhur tashmë Zia Cousins deri në fund. Do të pranohen pikët, e ka prekur gjatë rënjes atë top Autry. 87-74. Azemi. Ariana Azemi në mesin e dy lojtarëve.
Duke që Bickerstaff ka prekur topin I fundit. Ne shojmë edhe njerë debërtimin. Ja ka hequr ata Azemit nga duart. Afer Arjan Azemit tashmë. Zia Cousins, bukur, asistimi Bejlit për Kakrukin. Që shkon deri në fund. Valmir Kakruki me pikën e 12 të ti. 87-76. Anderson. Zëqiri. Palukaj. Shëllim mbrojtja në Daniel Legndreajt. Pasimi ka buar plotësisht. Ian Palukaj, topi humbur I vendasve. Azemi. Bejli. Sajrade nuk e lejon atë pasim. Ian Palukaj në kundërsul. Bickerstaff edhe njeri sakt asistimi I 7 I Kian Anderson. Pika e 14 e TJ Bickerstaff. 89-76. Altri bukur tek Valmir Kakruki. Edhe njëherë realizon Kakruki. Ka time out të kërkuar nga banka e bashkimit e trajneri Jovovic. 6:41 deri në fund. 89-78. Në vazhdimsi Prishtina po tenton të e shkrije në përsin e shkriju deri në 8, por portokallësinjët vazhdojnë të ruajnë avantajin. Shojmë si do të rrjedhin gjërat pas këtij time-outi, rikthehemi pas pak. Pra 6:41 deri në përfundim. A do të arrijnë si Gal Prishtina të bën diçka më tepër. Në vazhdimsi po tentojnë kryeqytetasit. Anderson tek Cousins. 23 pikë po shohim tashmë nga Cousins, teksa 20 janë nga Bejli. Kian Anderson realizon edhe një herë. Treshja e ti e 4 nga 5 tentime barazohet me pikë me Zia Cousins. Fenomenal sonte. 92-78. Burns në anën tjetër shkon vetë deri në fund. I sakt është Burns. Vetëm pika e 6 e Burns. Anderson. Kian Anderson blokohet. Vetë luajti I fundit. Ishim pranë gjyqtarët. Shojmë edhe një herë. Ka luajtur I fundit Kian Anderson. Topi humbur I tij. Autry. Ka një mismatch në kosh. Autry tek Kakruki. E kthen topin tek Burns. Para ti është Lake. DeAndre Burns e shfrytëzon shpejtësinë. Gjitha I bëri mirë. Huqi në fund DeAndre Burns. Ka faul në sulm nga Zia Cousins, e ka ngritur krahun ndaj Azemit.
Mbetën 92 me 80. Azemi. Ka kruki tek Burns, Arian Azemi. Autry. Burns deri në fund. Atë se radhe nuk është i sak me i larti në kërcim. Isaiah Cousins. Zeqiri e këten topin tek Anderson. Kian Anderson. Quan edhe njerë për 3. Sa i radhe nuk është i sak. Ka faul tjetër në sulm nga Lejsan Zeqiri. Vetëm 3 pikë sonte nga Lejsan Zeqiri që ka marrë 7 kërcime. Fitari që ka mësë shumë të kërcime tek bashkimi sonte, teksa shojmë Burns. Duke që gjithë shka është në regull me të. Ky është momenti kur Zeqiri e shtyu nga prapa. Ullet Lejsan Zeqirin, loj kthehet Valjan Bunjaku. 5 pikë të Valjan Bunjakut. Autry. Deri në fund shkon Adrio Bailey, nuk arriti kësaj radhe të realizon. Bailey që ngrit nga banka rezervë e Sigal Prishtinës dhe i realizoi 20 pikë. Bukur ai top për Lejk, i cili nuk arriti të realizon. Ishte alley-oop nga Valjan Bunjaku. Nësa e shojmë edhe njerë personalen e Isaiah Cousins që e ndalë kundër sulmin. U diskutua edhe njëherë nga dy e gjyqtarëve rasti i fundit, nuk patën nevojë as të rishikojnë dhe u vendos që është faul jo sportiv. Ky moment nga Isaiah Cousins. Që Bailey 4 minuta e 5 sekunda e janë deri në përfundim. Bailey në vjen e gjuajtje së lirë. Nuk qëllon as të dytën, ndërsa e shojmë edhe kryesin e Sigal Prishtinës, pranishëm palestër Leran Stavilecin e Florian Miftarin, si dhe antarë të tjerë të kryesisë Bardh dhe Kaltërve të dëshpruar pas këtyre dy uqjeve. Autry gjuan për 3, nuk është i sakt. Anderson e mori atë ndjekur nga Arian Azemi. Kian Anderson nuk kuptohet me Lejk. Tjetër top i humbur i Portokallë Zinjëve, kur janë më pak se 4 minuta. Deri në përfundim, plus 12. Shon pasimi ka krukin, mbrojtje e mire Lejk. Super i nervëzuar trajneri ka Kjuzis. E kësaj radhe shkon alley-oopi i shumë kërkuar. Lejk me super ngulitje për 94 me 80. Asistim i Valjan Bunjakut, në anën tjetër Autry nuk shëllon. E merë topin Cousins. Ndalë që shka.
kërkan shkan me sulm të zgjatur, kemi hyrë në 3 minutat e fundit. Cousins, topi vjedhur i kryeqytetasve, Burns deri në fund, realizon Burns 94-82. Bunjaku, Lake, Anderson edhe një tjetër treshe. Kian Anderson 26 pik, treshja e 5 e ti, time out kërkon banka e Prishtinës, 97-82. I shojmë edhe njerë aksionet e bukura të Prizrenasve, asistimi i Valion Bunjakut, e ngulitja e Dikuan Lake në anën tjetër shpejt u përgjigj Burns, gjithsesi 2-25 deri në fund, bashkimi 97, si Gal Prishtina 82. Pra 26 pikë të Kian Anderson, që i ka dhe 7 asistime, 23 pikë të Isaiah Cousins, 15 nga Dikuan Lake e 14 nga TJ Bickerstaff. Janë liderët e portokallezinjeve në anën tjetër tek Prishtina me 22 pikë, me të vërtet perfekt ishte Arjan Azemi. Përqindje perfekte e ti, 10-8 nga loja, 20 pikë nga Bailey, 14 nga Valmir Kakruki, e 11 tjera i ka shtuar Autry. Gjithsesi rezultati në të mirë të portokallezinjeve po flet. I strefi me njerë, me një tentim për 3 minutat e para, në pak sekundat e para të ti në loj. Topi do të vazhdojnë të takojnë si Gal Prishtinës. 14 sekunda deri në përfundim të aksionit. Petaj top tek Daniel Ekndreaj. Arjan Azemi. Azemi bukur e shë aty Burns që gjuan për 3 pikë realizon. DeAndre Burns. Tashmë edhe ai me pikë shifrore, pika e 11. Cousins. Ka faul në sulm nga Dikuan Lake. Burns. Deri në fund, Burns nuk qëllon, Valion Bunjaku e mera top. Cousins, Bunjaku. Tek TJ Bickerstaff, blokat fantastike. E Adrio Bailey tek sa ka faul. Është Bickerstaff ai që ka shkaktuar personale. E shojmë edhe njerë. Kjo ishte blokada e Bailey tek sa Bickerstaff shkakton personale ndaj Daniel Ekndreajt. Kapiteni në vjen e gjuajtje së lirë. E shkurtër gjuajtja, vetëm 2 pikë sonte nga Daniel Ekndreaj në 17 minuta loj, 3 asistime i ka bërë. Sa pati hyrje më herët nga njëri nga lojtarët e si Gal Prishtinës, gjithsesi nuk realizoi Ekndreaj. 4-0 nga vija e gjuajtjes së lirë sonte kapiteni i kryeqytetasve. Anderson vet deri në fund.
Nuk don koment, son të loja e Kian Andersonit me të vërtit, po thuaj në çdo element ishte fantastik dhe pas një dyshim mund të themi e orkestroi këtë paraqitje të Bashkimit sonte. Ky njeri që ka topin në duar, 28 pikë të tij, 7 asistime, 2 kërcime. Kian Anderson për një tjetër treshe dhe thot unë jam këtu. Bashkimi 102, Sigal Prishtina 85. Kian Anderson dhuron spektakël, mbrojtje mirë tashmë. Cousins e Bunjaku teksa e pam Isaiah Cousins kërkoi faul, por ishte aty Bickerstaff që përmirësoi, teksa në anën tjetër Lek Ndreaj e qëllon treshen. Sekundat e fundit super i nervozuar është Kakuzis. Jemi në përfundim të përballjes. Anderson asiston TJ Bickerstaff, aksionin e përfundon. 106-88 faul në gjuajtje ndaj Bailit. Isaiah Cousins nuk ja lejon pikët. Ka pasur goxha shumë tension sonte në këtë përballje të nderuar shikues. Personalja e pest është e Cousins. Po e diskutojnë mumini me Jovovic në gjas diskutimin dhe atë reagim të Cousins. Gjithsesi të nderuar shikues, në duelin e të pamposhturve të Superligës, Bashkimi e mposhtë Sigal Prishtinën për t'ia shkaktuar humbjen e parë këtë edicion. Në të gjitha garat e tham 6 ndeshje, 6 fitore për kryeqytetasit. Kjo do t'jetë humbja e parë, ndërsa të pamposhtur në Superligë vazhdojnë të mbeten Prizrenasit. Të pamposhtur janë edhe skuadra e Pejës që nesër do të e zhvillon duelin ndaj Rahovecit, kurse Bailey nuk i qëllon 2 tentimet e para, as të tretën. 106-88 Bashkimi arrin fitoren dhe pas një dyshim Kian Anderson ishte fenomenal. 31 pikë të tij, 6 treshe, 8 asistime, 23 pikë të Isaiah Cousins, 15 të Diquan Lake e 16 pikë të TJ